Shiko që të kam dhënë 100 sekonda në shpar. Shumë faleminderit Artit. Po kënaqësi e madhe, more kënaqësi e madhe, kënaqësi e madhe. Shumë faleminderit Artit. Wow. Shiko sa bukur. 100 sekonda në shpar. Okej. Ta gëzosh. Faleminderit Artit që shikojemi të mërkurën. Të mërkurën bëu gati s'do bësh vrap. Vetëm prit pak. Le të shohim çfarë ka ndodhur me 100 sekonda në shpar herën e kaluar. Hajde ta shohim bashkë. Hopa. Ja. Jam Ronald Gjega nga Bulqiza, shkëlqyeni nga Bulqiza. 30.000 lekë të reja në Telebingo dhe Ja ta kam shohim. ardhur për të kryer porositë e madhe. Opa, çfarë vrapi ky, na kriu. Atere, ja një televizor i madh për gocën tënde. Mos harro ta marrësh, edhe nuk që nga dhe i lirë, mashallah. Ja ku shkoi. Mbi gjysmë milioni deri tani për 81 sekonda, po shkon në 1.000 euro dhe për pak, deri tani ka 80.450 lek, me sa duket po vrapon për tek, sigurisht, e dia, Arieli, opa, e mbushi, 91, vazhdon me detergjentët dhe shkoj, opa, 100.000 lek të reja, i mori, ja si meret, 117.119.000, pra gati 1.200 euro, opa, i kaloj, 120, i ashtë zakonshëm, tani më tregojnë që bankerit i paska rënë të fikët, 125.912 lek, dhe me siguri po vrapon për ke vaj u lirit që është dhe dashuria e zonjave. Opa, ja, nuk gabova, mos, bravo, e kaloje një gjysëm, e kaloj, i është zakonshëm për 3 sekonda, wow! Mbi 1.700 euro. Wow! Atere, tani dil vla, vish atletet, fillon vrapin dhe stërvitjet. Okej. Të përshëndes dhe mi përqafot të gjithë në familje. Faleminderit ty, dashur. Shihemi të mërkurën, miru pafshim, gjithë të mirat, miru pafshim. Sa qef dhe kur vin nga 2 herë, ne do bëjmë pak publicitet për të rikthyer në këtë spektakël dhe para fantastike.